Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Peqinit në orët e vona të natës së mbrëmshme. Një përleshje me armë zjarri ka ndodhur në orët e vona të natës pranë fshatit Pojan në Peqin, ku si pasojë janë vrarë 2 persona, njëri nga të cilët është efektiv policie. Sipas policisë, efektivi Zabit Saka, 50 vjeç, është qelluar me armë zjarri nga Luan Tabaku, 40 vjeç, i cili në momentin e shkëmbimit të zjarrit ishte duke grabitur një transformator në fshatin Gryksh në komunën Shez. Në fillim policia kishte deklaruar se në grabitje ishin përfshirë 2 persona të cilat sapo kishin parë trupat e policisë, kishin qelluar drejt tyre. Pas sqarimit të ngjarjes, mësohet se grabitësi kishte qenë i vetëm dhe pasi ka qelluar për vdekjen polisin Caka, ka shkrepur armën drejt vetes, duke mbetur i vdekur në vend. Mësohet se në vend ngjarje kanë shkuar menjëherë krerët më të lartë policisë së Elbasanit, ndërsa është ngritur dhe një grup hetimor për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Policia rënë në krye të detyrës ishte punonjës i patrullës së përgjithshme dhe speciale i zonës ku ka ndodhur përleshja me armë zjarri. 50 vjeçari ishte baba i 5 fëmijëve, 4 vajzave dhe 1 djalë, ndërsa në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë mbërritur dhe forcat RNA për të ruajtur banesën e efektivit të vrarë.